Kur u njoftuam që Serbia e pranoi kapitullimin dhe nënshkroi marrëveshjen, dhe shpërthyen entuziazmi që nuk mund të përshkruhet. Besoj që harxuar më shumë municion atë ditë se sa gjithë luftës. Shullonin vetëm. Ka gëzime të madhe se çlirimi atë u fitua lufta. Ishin vrarë me mijëra njerëz. Përveç që ishin ndjekur 50% e fshatrave të Kosovës, ishin bërë shkrup. Se mos ishte gëzim i jashtëzakonshëm. Dhe unë shikoja, është një gjë interesante, dhe gëzoja dhe vetëm me buzëqeshje dhe gëzoja që shifja, dhe më thoshin mua, po ti pse s'gëzon? Unë thosha, unë nuk kam entuziazmin tuaj se unë vi nga liria. Prandaj më duket gjë normale, kurse për ju është normale, është e jashtëzakonshme. Dhe një detaj të vogël. Vani kërkuan intendentit, shtabit përgjithshëm, i kërkuan që të blenin të fshatarët një ase 2 qengja, ti thërnin që ta festonin në mënyrë veçantë. Edhe ai u kishten që nuk kam. Ose jo, më saktë të pyes. Po ku pyesin ata të pyesej? Edhe me vinë tek mua dhe më thonë që nuk na jep filani. Si mund ta rregulloj? Ne kam unë. Sa duan 80 marka? Në 80 marka. Se kam unë që e morë dhe pasuma. Edhe nuk mund ta përshkruaj dot se si shpreja i gëzim atë ditë. Nga ushtarët dhe nga populli që kishte ardhur në ishte bashkuar shtabit. Që të rrequr jo kishte në zonat ku ishim ne, sepse që përzën nga qytetet dhe nga fshatrat. Dhe kështu që ne jemi ndodhur në shtab përgjithshëm atë ditë dhe lëshuam urdhin që të ndalohen luftimet, të mbajnë në kontroll të rreqja e forsave serbe, por të mos prita me to, të lihen të rriqen. Edhe ky urdhër por sa e lëshuam sepse ne kishim në lidhje me të gjitha forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe me faks, edhe me radio, edhe me telefon. I kishim gjitha këto, na i kishte siguruar ushtria gjermane. Mund ta kujtojmë edhe një herë personat që ishin atë ditë kur festohej aty me shtabin, personat që më pas u bën politikanë të rëndësishëm në Kosovë. Të gjithë këta që janë sot politikanë që janë nga radhë e UÇK-s. Ata kanë qenë antarë shtabit brendshëm. Ishte Çeku, ishte Veseli, Çeku, Veseli, Hashimi ishte në Evropë akoma. Pra, Hashimi nuk ishte atë ditë. Po them kush ishte atë ditë me ju në festime? Atë ditë këta ishin. Pse Hashimi ishte në Europë, nuk ishte në Tiranë apo? Ishte në Evropë, kishikon që në datën 10 maj. Maj. Po. Në Europë ku? Në Bruksel. Në Bruksel. Ai qëndronte në Bruksel pra. Në Bruksel ishte bile atë ditë që neve u fut NATO në luftë, ky na Brukseli na mori në telefon, që tha sonde fillon në aviacioni edhe në Brukseli. Dhe ishin pra ata që akuzojnë Thaçin si një njeri I cili nuk ka qenë në luftë, në një farë mënyre kanë të drejtë fizikisht, po nga ana tjetër ai ishte aty si një mendje ndërvepruese, pra një personazh politik I luftës. Po, ishte drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për arsye sepse ushtria shqiptare e Kosovës është një ushtri dhe organizat politike dhe ushtarake. Pse politike dhe ushtarake? Pavarësisht se ushtria shqiptare të Kosovës ose luftën në Kosovë e inicoi, organizoi dhe shpërtheu LPK-ja, Lëvizja Popullore e Kosovës. Por LPK-ja qëndroi jashtë shtetit. Nuk qëndrua në Kosovë. Dhe këta, në datën 10 qershor të vitit 1998, krijuan shtabin e përgjithshëm. Dhe në shtabin krijuan dhe drejtorinë politike. Kjo drejtori politike, tani ne si shtabi I përgjithshëm, I raportonim kësaj drejtorie politike, nuk I raportonim LPK-s. Atëherë, Thaçi ishte aq I rëndësishëm po është udhëheqësi politik. E kuptoj. Dua të rikthem edhe një herë te ai momenti që ishte ai që vendosi që askush nuk do shkonte në mbledhjen e Kumanotës. Pra, po si në një farë mënyre po nuk ishte Thaçi si sunoth në Kosovë ato ditë. Kush e vendosi atëherë që shqiptarët mos përfaqësoheshin? Kush është njeriu që vendosi këtë gjë? Jo, amerikanët kërkonin që të jetë oficer I shtabit. Po, në rregull, amerikanët kërkonin. Kush nga shqiptarët vendosi që asnjë të mos vej? Po neve s'na njoftuan në bisedat që Po Thaçi bie ka vendosur. Jo, nuk ka vendosur Thaçi. Është një person tjetër.
tani ka ikur kohë, nuk ka ndonjë rëndësi, të mos e kuptojmë, sepse është një simbol i rëndësishëm, personi që ka vendosur ishte i rëndësishëm në atë kohë. Ti bën drejt, që bën pyetjen, po i rëndojmë. I rëndojmë, oke, e lëm atëre, kemi të drejtë. Në fakt jemi prapë në kohë lufte, nuk kemi pse i tregojmë gjitha sekretet, kjo është e vërtet. Megjithatë, unë bëjtime në pyes. Se janë atje në burgat. Si? Hiç. Jo, e lam, sepse dëgjohet edhe jo, nuk kemi pse, vazhdojmë, kuriozitet, që nuk do e çojmë deri në fund. Atëre, për një rastësi të çuditshme do t'i kthejmë prapë 10 qershorit, shumë e çuditshme vërtet. Sot jemi në 10 qershor, ndërsa po bëjmë këtë emision për të kujtuar dhe për të kuptuar diçka më shumë nga çfarë. Do shtoj diçka këtu. Po të hapësh kompjuterin të kërkosh cilat janë festat zyrtare të Kosovës, nuk figuron jo më 10 qershori si ditë çlirimi, por është hequr edhe dita e pavarësisë të Shqipërisë, 28 nëntori. Në kë është hequr? Në festat zyrtare të Kosovës. Kosova nuk e ka pushim 28 nëntori? Jo. E kuptoj, po. Është ka flamuri, ka pavarësinë e vet, ka festa të tjera. Po këtë dhe shkrimi që kam bërë sot këtë analizë. Ke bërë një shkrim sot për këtë? Po. Ku e ke botuar? Te gazeta Telegraf. Te Telegrafi, po. E kam edhe në Facebook. Po. Se unë e shumë aktiv. Se, shiko, festën e, ata i thonë festë e flamurit, dita e flamurit. Kur është hequr 10 qershori si ditë feste zyrtare nga Kosova? Nuk ka qenë ndonjëherë. Asnjëherë. E pra, s'ka qenë, jo s'është hequr. Biles, e keqja është se festoi data 12 dhe 13 qershor në fillim, mbasi mbaroi lufta, kur rinë forcat e NATO-s. Dhe unë reagoj atë, u thosë mërë zotërinj. NATO-a erdhi, forcat e këmbësorisë NATO-s mbritën kur neve kishim shtruar Kosovë. Dhe nuk e kanë vënë asnjëherë si datë fest, datë çlirimi. Mirë, po si mund të shpallet pavarësia kur ti s'e çliruar? Dhe pse dhe kanë vënë datë pavarësie ditën që është lexuar akti i pavarësisë në 17 shkurt vitit 2008. Kështu kanë menduar. Po pse është mendimi i gabuar? E keqja është këtu që sepse aty ka një firmë shqiptare ndoshta, ndërsa në këtë në Kumanov nuk kemi firmë shqiptare, mbase për këtë. Prandaj dhe unë tentova të kuptoja më shumë për pse mungoi një firmë shqiptare. Po ditën e çlirimit? Jo, dita e çlirimit është të paktën brezat që e jetuan atë moment nuk mund ta harojnë kur. Po jo, prandaj dhe unë doja dëshmitar të orës parë. Si e shpallet ti pavarësinë duke mos qenë çliruar? Atëherë, pëse s'vut datë, dhe thomë edhe në shkrim, pëse s'vini datë pavarësie shtatorin e vitin 1990 në Kaçanik që u shpallë pavarësie Kosovës edhe pëse ishte e pushtuar? Do të marrim pak shembull nga ne në Kosovë, të kenë sa më shumë festa zyrtare. Bëj shaka. Kanë shumë festa zyrtare dhe gjysma janë fetare. Kosova? Po. Dhe kjo është interesante. Po të hapësh të shikosh kalendarin e tyre. Dhe jo patriotike, një popull aq patriot, njerëz aq avdhetar, do të thonë që nuk kanë të krahasuar me shqiptarët e Shqipërisë, ata janë të jashtëzakonshëm. Po mirë, po 10 qershori. Dhe për dashurinë që keni për atë dheun, po për kombin, ju jeni të unik. Shiko, jo nuk, po shiko tash. 10 qershori ka datat më të fuqishme kombëtare janë të 10 qershorit. Në 10 qershor të vitit 1828 u themelua lidhja shqiptare Prizrenit, që ati fillon kërkesa për shtetë shqiptar, dhe është në Prizren. Në 10 qershor është krijuar shtabi i përgjithshëm i shqiptarëve të Kosovës, do me thënë nga një luftë guerile u kthyer në një luftë me ushtri të rregullt dhe e shpëtoi ushtrinë shqiptare të Kosovës. Pra është një datë vërtet simbolike që përmbledh shumë të tjera. Tjetër, në 10 qershor, atë ditë që krijohet dhe shtabi i përgjithshëm, tani lufta shqiptare kalon në kryengritje të përgjithshme popullore. Është dita e çlirimit të Kosovës. Data e çlirimit të Kosovës 10 qershor, interesant pas një viti, po. Dhe çudia më e madhe është në 10 qershor të vitit 2007, 8 vjet pas se u çlirua Kosova, erdhi presidenti amerikan George Bush në Tiranë dhe tha unë e njoh për çlirimin e Kosovës. Pse e tha datën e? Pse rastisht? Nuk ishte rastësi.
Dhe ti s'ma bë mua ditë festë zyrtare? Mbasa duhet të ketë një... Ka pasur propozime për këtë datë? Për ta kthyer në datë festës zyrtare? Jo, po pyes në Kosovë. Nuk ka pasur propozime. Kjo është pikpyetja, dhe ndaj dhe shtroj pyetjen. Jo, mos ta trajtojmë si konspiracion, le ta trajtojmë si një mundësi për ta kthyer në festë zyrtare. Po në çdo moment mund ta kthesh. Tjetër, miratuan në kushtetut ka vënë pikë me vete. Kosova nuk bashkohet me asnjë shtet tjetër. Kur në betimin ushtarak, të ushtrisë shqiptare të Kosovës thotë, unë ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës do të luftoj për çlimin e Kosovës dhe gjithë treva shqiptare që të bashkohemi. Tani kjo luftë u bë për të bashkuar. Ti kë fyen ata i luftuar? Pra, nuk është normale. Për mua nuk është fare normale. Është absurditet. Se nuk mund të ketë aktivitetet e tjera pos ka të çlirim. Duhet të çlirosh një që të kesh bëj të formos qeverinë e gjitha këto tjera. Të mos e përmendet fare ditave të çlirimit të Kosovës. Prandaj këtu mendoj unë se është një nonsens. Por mund befasojmë me historianët e Kosovës. Befasojmë me këta që kanë qenë në shtabin e përgjithshëm, që janë dhe deputet një pjesë, e janë dhe kryetar partish. S'ka reaguar këta për të bërë të tregoj diçka, është një faqe që unë orientohem shpesh për festat zyrtare shqiptare, është një e vetmja faqe, është unike në fakt, është kalendari historik. Dhe dua të shikoj sot në 10 qershor çfarë quajnë ata të rëndësishme si titujt, po i lexoj. E para është lidhja shqiptare e Prizrenit. Ja një sekond. Pra lidhja shqiptare e Prizrenit ka filluar punimet në 10 qershor 1878. Iko. Pastaj kemi Revolucioni Demokratik i Qershorit. Përfundoi me fitore Revolucioni Demokratik i Qershorit, revolucioni i parë në Shqipëri që synoi të likuidonte mbeturinat e feudalizmit dhe t'i hapte rrugën zhvillimit të kapitalizmit. Mirë ka bërë, po kemi frikë se po kthehemi prapë në feudalizëm. Pastaj kemi në 10 qershor 1999 miratohet rezoluta 1244, Këshilli Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miraton rezolutën 1144, sipas cilës krijohet një administratë civile ndërkombëtare për siguruar kushte për një jetë në paqe dhe normale në të gjithë banorët në Kosovë. Sipas kësaj rezolute u vendos ndarja e menjëhershme e dhunës dhe agresionit në Kosovë, tërheqja e forcave ushtarake, pra e kemi si datë. Pastaj vazhdojmë me data ditëlindje dhe të tjera, po ky është kalendari historik, unë ju ftoj gjithmonë të orientoheni, pasi është një punë unike dhe shumë profesionale, nga ato që ne kemi nevojë. Dhe për të plotësuar atë që thoni juve, në 10 qershor e miratoi OKB-ja, po miratoi marrëveshjen e Rambujës. Dhe në marrëveshjen e Rambujës, Medlin Albright përdori veton e saja dhe shtoi në pikën 3 të kapitullit të 7 të 8 të asaj marrëveshje që pasi të kalojnë 3 vjet nga miratimi i kësaj marrëveshje të në Kosovë të bëhet referendum për të vendosur populli. Dhe ka dhënë 26 vjet deri sot dhe ai referendum nuk është kërkohet as nga partitë në Kosovë, as nga partitë në Shqipëri. Kur është e miratoi dhe Këshilli i Sigurimit. Këtë marrëveshje nxori rezolutën 2024. Dhe ne nuk duam ta bëjmë këtë bashkim kombëtar. Prandaj erdhi dhe në datën 10 qershor presidenti Bush dhe tha unë njoh Kosovën. Na tha, na la turpi në derë. Mor ç'bëni? Ne presim që të bëni referendumin ose se kërkoni. Dhe ne prapë lëvizim vendin. Nuk di që emër t'i vësh. Nuk besoj se ai erdhi për referendumin. Jo, pse një president i shtetit më të madh të botës, i Shqipërisë, erdhi dhe e tha dhe nuk e tha në zyrë, po e tha para hyrjes së kryeministrisë në Tiranë. Pse e tha publikisht? Sa thoshte do të zyrë si çemi ne tani tavolin? Ta marrë vesh popullit, o shqiptar, se këta duan bëjmë shetur. Ndaj po thëm hapur që Kosova duhet bëj referendumin. Nëse bëjmë akoma. është nonsens, është gjë e pashpjegueshme. Dhe ato datat kanë, dhe gjitha këto datat që lexuat ju dhe që thashun, i kanë origjinën nga Kosova. Kryengritjet e para filluan në Kosovë dhe në 23 gusht të vitit 1912 të 13 kërkesat e kryengritjes shqiptare i miratoi qeveria
Turqisë për arsye sepse ne e kishim zhjuar gjithë vendin. Dhe pse u çliruan gjithë vendi, dhe neve do mblidheshim në kuvend, atëherë zbën vendet ballkanike, shpërthyen luftën ballkanike në 8 tetor. Dhe atëherë me kisa të shpërthyen, me urgjent erdhi Ismail Qemali dhe kryen kuvendin e Lezhës për të shpallur pavarësinë që atë Shqipëri që kemi siguruar ta mbrojmë. Kupton? Kuvendin e kujt? E Vlorës. Të Vlorës, po. Asa tha të Lezhës, u kesh kuptuar, nga Skënderbeu, s'ka gjë. Pra, po. Neve të gjitha e kanë origjinën nga Kosova dhe kryengritjet filluan në Kosovë. E drejtë, Kosova është realisht djepi i luftës për djepi kryengritjeve dhe mbrojtjes së shqiptarisë.